Gjatë kësaj fillimjave në teatrin Adriana të Ferizajt, u mbajt audicioni me aktor Ferizajas, të cilët do të përzgjidhen për shfaqjen e radhës Njeriu, Kafsha dhe Virtyti në regji të Kushtrim Bekteshit. Shfaqja është shkrimi Luiz Pirandellos, ndërsa teksti është një dramë me premisa komike. Drejtori i teatrit Adriana, Fatmir Hyseni, tha se regjisori Bekteshi është plotësisht i pavarur në përzgjedhjen e aktorëve për këtë shfaqje. Kushtrim Bekteshi është një ndër regjisorët më të mirë shqiptar dhe besoj që për atë shkak ne kemi insistuar që të kemi regjisorë që sjellin çësje të reja teatrit edhe që ato shfaqje janë të qëndrueshme në teatr. Shtunën do të fillojnë provat e para, ai do t'i thotë emrat e aktorëve të cilët janë pjesëmarrës në këtë shfaqje. Sipas Hysenit, trupa Ferizajase do të shfaqë nga një premierë çdo 3 muaj, pavarësisht kushteve të vështira të punës dhe ligjit për teatrin në Kosovë, i cili akoma nuk po zbatohet. Punë shumë e vështirë, për arsye sepse në të rrethana kur nuk dihet ende buxheti i saktë për teatrin, ne duhet bëjmë kompromise vetëm të realizojmë ato planifikimet që i kemi planifikuar për këtë vit, që mendojmë të realizojmë 4 premiera. Dhe ne duhet fillojmë sa më herët që është e mushme që të kemi një premierë, thash në 3 muajshin e parë dhe premierën e tjetër ta kemi në 3 muajshin e dytë, në 4-3 muajsh atë kemi nga një premierë, plus shfaqjet musafire që t'ja dalim me këto mundësi çfarë i kemi. Premiera e dramës Njeriu, Kafsha dhe Virtyti planifikohet të shfaqet nga mesi i shkurtit të këtij viti.